Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin BG, 58 vjeç, banues në Shkodër pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit AH, 45 vjeç, banues në fshatin Dragoç dhe KR, 68 vjeç, banues në fshatin Boks, pasi u kapën duke drejtuar motomjetet pa leje drejtimi. Specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin MN, 21 vjeç, banues në Shkodër. Pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë gjetën një sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasen SF, 26 vjeç, banuese në Shkodër për veprën penale mashtrim. Pasi kanë kallëzuar shtetasit, të dy banues në Itali se 26 vjeçaria i ka mashtruar për transferën në një shumë eurosh, për sigurimin e lejes për qëndrimin dhe punën në Shqipëri për vëllain e njërit prej shtetasive banues në Nigeri. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi për shtetasit KSH, 29 vjeç, banues në Shkodër, pasi gjatë kontrollit në automjetin e tij, shërbimet e policisë gjetën një dorez metalike, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. LL, pasi gjatë kontrolleve të kryera në bashkëpunim me shërbimet e OSHE, në banesën e saj u konstatua lidhje paligjshme e energjisë elektrike. Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Velipoj referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasen EC, 42 vjeç, pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje përkatëse. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë PUK referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin PP, 57 vjeç, banues në fshatin Shkoz, pasi ka kallëzuar shtetasi PP, 58 vjeç, se 57 vjeçaria i ka zaptuar një tokë ar në fshatin Shkoz. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.